E ftuar në një studio televizive ka qenë Bora Zemani. Bora Zemani është një moderatore dhe prezantuese e njohur shqiptare e cila është bërë e famshme për karrierën e saj në televizion. Ajo ka drejtuar disa programe të suksesshme, veçanërisht në fushën e argëtimit dhe spektakleve televizive. Me një stil karizmatik dhe një prani të natyrshme në ekran, Bora është një nga figurat më të dashura për publikun shqiptar. Kjo intervistë është ekskluzive për vetë faktin se Bora realizon shumë rrallë një paraqitje të tillë publike dhe nuk parashprehet shumë për jetën e saj, por përse ndodh kjo? Asgjë nuk më sikletos përveç se fakti që në jetën time unë rrethohem nga njerëzit që janë figura publike dhe kur më thrasin në intervistë për të më pyetur për lajmet e showbizit, për njerëzit e mi më bezdisin mua për t'i folur. A është televizioni gjëja më e rëndësishme për të momentalisht? Patjetër që është televizioni dhe mendoj që jam e fokusuar akoma edhe më tepër, sepse jam me fat të jem në një karrierë shumë të mirë, në gjën që dua më shumë. Do të sakrifikonte dashurinë për televizionin? Shiko, unë jam shumë diplomatike si njeri, edhe nuk sakrifikoj asgjë për asgjë. Unë i kam të gjitha, do i menaxhoj situatat, do kem edhe dashurinë edhe televizionin dhe çdo gjë, lidhur me programet që ajo ka prezantuar së fundi. Pra, për Dancing with the Stars, Piramida, për shqiptarët, cili është më i lehti për të. Nuk di të them më i lehti sepse janë të gjithë shumë të vështirë. Do me thënë, mund të them që Dancing with the Stars në rolin tim ndoshta është pak më i thjesht për mua, por duke menduar punën kolosale që bëhet nga një staf i tërë për atë program, nuk besoj se e ka ndonjë produksion tjetër, as një lloj emisioni tjetër, aq punë sa ka Dancing with the Stars. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.